Faleminderit ty për ne. Llani Gëgjane, je shumë i ri në moshë, por gjithsesi je kaq aktiv në protestën e revolucionit Flamingo. Nuk është se ka ndodhur një ditë çfarë ka ndodhur në atë gjë që është parë prej ditësh, qoftë kjo qeveria, qoftë vendi, plasë të policisë. Ka ndodhur diçka që e ka bërë protestin të fortë? Unë mendoj se që ka bërë këtë protest shumë të fortë, ka qenë prezenca masive e njerëzve këtu, të sheshi, të kuvendi dhe kudo që është bërë protesta. Të kuvendi, për shembull, ishim dhe para dite, ishte një eksperiencë interesante për mua dhe për gjithë qytetarët që ishin aty. Ne munduam të protestoshim në mënyrë paqësore si çdo radhë tjetër që jemi munduar të protestojmë, të tregojmë qytetarin tonë dhe të protestojmë kundër një qeverie të korruptuar, një qeverie që nuk ka dhënë asnjë lloj ndihme qytetarëve shqiptarë, si në spitalet, si të onkologjiku, si me tokat e tyre, si me çdo lloj institucion publike që është vendosur për të shërbyer shqiptarëve. Mendon se ju me kërkesat që vini dhe indiferenca që kryeministri bën ndaj kërkesave tuaja, kë mendon se do penalizoj? Do na lodhi, do ju lodhi apo do shiti atë forcë? Apo do na dëmtoj kryeministri? Unë mendoj se po, kjo është një lodhjeje kush do të lodhet më para. Dhe unë mendoj se shqiptarët këto që janë këtu janë të palodhur. Kemi 13 vite dhe i gjithë sistemi 35 vite tranzicion që kemi vuajtur si shqiptar duke mos pasur një tranzicion demokratik etj. Dhe unë mendoj se qytetarët shqiptar do të jenë të palodhur në këtë shesh dhe ne nuk do të ndalemi derisa Edi Rama dhe qeveria e tij të korruptuar të largohet nga ky vend totalisht. Sa vjeç je? Unë jam 23 vjeç. 23 vjeç. Da, ju lutem me të Një moshë ideale për të protestuar? Po, patjetër. Do ta bëj edhe më i vogël apo? Patjetër, unë di me vllajën tim që është 20 vjeç, di me mamin, di me babin, di me motën e vogël. Kështu që ne gjithë familjarisht vim dhe protestojmë me shoqërinë, me shok, me shoqe. Dhe shumica për mendimin tim janë rinia që e bëjnë këtë protestë, sepse ne kemi në dorë që të protestojmë fort, si rinia, si në të nishin, si studentët. Unë jam student, vllai im është student, dhe ne jemi e ardhmja e kësaj vendi. Ne kemi 50, 60, 70 jetë që do të jetojmë këtu, ne duam të jetojmë në Shqipëri. Mos largohemi si shoqet tona që kanë ikur nëpër Europë, nëpër Amerikë. Duam të jetojmë këtu. Si të duket Edi Rama? Çfarë do të vijë një emër si të pyes sepse nga ty mësoj një tjetër perceptim në lidhje me kryeministrin i cili ka 14 vjet në pushtet. Frikacak, do t'i thoj Edi Ramës. Ashtu më duket më. Frikacak. Ka frikë t'i përballet popullit këtu që i ka dalë në shesh, me kërkesat tona të qarta. Ka frikë t'i përballet. Përballet, merret me propagandë, merret me montazhe online, merret me protestues një nga një. Mundohet t'i shantazhoj, t'i shaje. Si dhe arroganca e deputetëve ti, për shembull Pamir Braçe duke shah një person sot. Është një arrogancë pa parë. Kur e parë këtu në Shqipëri? S'mund të lejojmë gjë të tillë të ndodhet. A mendon që kryeministri Edi Rama mund të ikë nga posti ku është? Dhe si e mendon ikjen e tij? Unë mendoj se Edi Rama ka krijuar një imazh të tij, një propagandë të paparë tek ndërkombëtarët. Nëse ju pyesni ndoshta para këto protesta, ndërkombëtarët mendoshin që Shqipëria me kullat e saj të bukura në qendër Tiranës është një parajs. Dhe që njerëzit jetojnë për bukuri etj. Por e vërteta është që Shqipëria nuk është qendra e Tiranës. Janë fshatrat e Tiranës, janë rrugët e Tiranës, janë institucionet që janë të rrënuar të gjithë Shqipërisë dhe kështu rrëzohet Edi Rama, jo vetëm me pjesëmarrje që kemi këtu në shesh, por dhe me ndërgjegje të gjithë Shqipërisë, gjithë shqiptarëve, të diasporës që të rikthehen këtu dhe të imazhit të tij publik jashtë shtetit. Dhe kështu për mendimin tim është një nga mënyrat për ta rrezuar. Sigurisht që Edi Rama nuk është i vetëm, ka edhe stafin e tij, ka qeverinë e re që ka krijuar në zgjedhjet e fundit.
Kemi emra të lakuar shumë edhe në protestë, si zonja Amile, zonja Zeqene. Po, emra të mëdhaja tek kemi profesorisha që tregojnë edhe për GDP-n e vendit, se çmimet rriten dhe s'kemi si i frenojmë çmimet. Është ngritur niveli parlamentarizmit në, domethënë, sikur më parë nuk kam parë kaq nivel të lartë në parlament. Domethënë, matematika, e papam, e tjerë, fjalori, etika, kur nuk kam pa një lloj parlament të tillë me kaq nivel të lartë. Sigurisht që indiferentizmi i tyre dhe sarkazma që ato bëjnë për kundrejt zërave në protestë, qëndresës qytetare, duket sikur janë një lloj, është kthyer në një lloj trendi, sikur që patronazhistët nga ana tjetër bëjnë punën e tyre. Sot kryeministri i vendit ka qenë në Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian është nga ato institucionet themi që e kanë mbështetur protestën. Kemi shtete të cilat e kanë mbështetur protestën. Si shikon këtë? Nëse Zeqeneja, Sara Mile, Rama, Erioni, e tjerë mendojnë se mund na intimidojnë me kërcënimet apo propagandën e tyre të pavlera, kanë shumë gabim. Sepse ne as nuk intimidohemi, as nuk e kemi frikën fare aty neve. Ato janë një niveli më i ulët i shoqërisë, duke sharë, duke etiketuar. Janë pa vlerë komplet për mua. Nuk janë vegla propaganda jetë Ramës. Dalin aty flasin nëpër media, asnjëri nuk ja kushton vëmendjen atyre. Një nga episodet më të cikleshme për protestuesit për ju, ishte momenti kur ju dhe policia u ndeshët përpara kuvendit dhe kur ofruat kazanët me plera afër kuvendit. Dhe kjo ishte një formë apo le të themi një mesazh që ju kërkuat për ata njerëz që ishin brenda në kuvend si të padenj, përveç se ishte të armatosur me mije dhe me vezë. Ku e kanë vendin parlamentarët për ju? Parlamentarët e korruptuar që mundon të nxjerrin propagandën e qeverisë, propagandën e vjedhjes, meritojnë koshin e plerave, ata meritojnë. Qa meritojnë më tepër? Meritojnë burgun këto që kanë vjedh? Burg! Kush ka vjedh, le të shkojë në burg, të jetohet dhe shkojë në burg për mendimin tim. Edhe këtë mendim kanë të gjithë shqiptarët. Këtë mendim. Në burg ose në kosh plerave, pastaj në burg. Denoncim për Albania Files, denoncim për drejtorin e përgjithshëm të policisë shtetit. Ka një konkluzion, ka një informacion, ju kanë informuar se ç'është bërë me këto kallëzime penale? Atëherë, nëse SPAK-u me të vërtet është e pavarur, le ta vërtetoje me Albanian Files. Ta shohim se si do të veproje. Me Albanian Files, me drejtorin e përgjithshëm policisë, me koncertin, ta shohim se si do të veproje. Dhe kjo është konkluzioni im. Okej, çfarë do të bëje? Do vazhdosh të rish këtu deri në fund? Patjetër. Ky është aktiviteti jon, por jo, nuk është vetëm aktivitet. Ky është synimi jon. Të vim këtu, të paraqitemi, të mundohem të flasemi me njerëz, të komunikojmë me njerëzit, të vim me shoqëri, për një kauzë që na bashkon rrëzimi i Edi Ramës, klasës tij politike dhe qeverisë së tij të ndyrë të korruptuar. Kush ka vjedh në burg? Si e parashikon fundin e Edi Ramës? Nëse do të vi. Unë e parashikoj, po patjetër që do të vijë fundi, se çdo autokrat e ka një fund, nuk ka ku shkon. Do ta ketë fundin, do ta ketë keqe. Nuk është, do ta ketë keqe me kaq vite pushtet që ai ka, me kaq vjedhje që ai ka bë. Nuk ka se si i shpëton drejtësisë, si këtu, si ndërkombëtarisht. Okej, faleminderit.